unë seminaret e tuaj ndiqja me një dëshirë të papar. Kam marrë 10 në menaxhim strategjik. Herën e parë kam ardhur me vonesë në leksion dhe më mbyllet derën më se korrektesa është rregulli numër 1. Unë e shkel gjithmonë me 5 minuta vonesë, po ti nuk e di se sa e ke atë intervalin e durimit midis rigorozitetit, orës zvicerane dhe tolerancës, kështu në natyrën tënde menaxheriale të punëve. Unë atëherë sapo kisha filluar si pedagoge, kisha pak vite që kisha filluar si pedagoge. Mbaj mend që më ka ardhur pak minuta me vonesë sapo kishte filluar mësimi dhe unë doja që të tregoja klasës që unë isha aty autoriteti kryesor. Dhe doja të tregoja klasës që ne duhet të kemi disa rregulla që bien të gjithë bashkë dakord. Dhe këto rregulla që bien të gjithë bashkë dakord, për momentin që ju i pranoni të gjithë këto rregulla, atëherë unë jam njësoj si ju, nuk jam pedagogja juaj. Dhe unë mbaj mend sa kërkuese ishe ti dhe unë thosha po kjo kështu i bën të gjitha. Kam bërë detyrën jashtë klase, kam bërë një mbaj mend atëherë që qenë marketing mos gaboj tek produktet e Akna Group. Kam bërë këtë shembullin e marketingut që e kam marrë nga biznesi. Edhe biznesin unë kam po aq pasion, në fakt sa që kam edhe median edhe artin edhe gazetarinë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.